Nëse keni kujtes të dobët, jasi të përdorni vezën për të forcuar trurin dhe memorien. Ullontimet e mëparshme i kanë lidhur vezët me sulme në zemër dhe presionin e lartë të gjakut. Ato janë të njohura gjërësisht edhe për përmirësimet që japin në shëndetit të trurit në betejën kundër problemeve të Alzheimerit. Por tani shkencëtarët thonë se konsumi i vezëve mund të rrisë shumë përfitime të shëndetit dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Ekspertët i cilësojnë vezët si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo për faktin se ato përmbajnë nivelet të larta të elementëve ushqyes mjaft të rëndësishëm për aktivitetet tona ditore dhe lehtësimin e problemeve që i kanosen shëndetit tuaj. Por si lidhen vezët me shëndetin e trurit dhe cilat janë përfitimet kryesore që ato do të ofrojnë në këtë aspekt. Studime zbuluan gjithashtu se konsumi i tyre mund të ndihmojë personat që të kryejnë më mirë testimet e tyre. Konsumi i vezëve për mëngjes nuk e rrit riskun e demencës, çmendurisë, ka zbuluar një studim i ri. Në fakt, konsumi i tyre mund të ndihmojë në rritjen e funksioneve më të mira të trurit, pohojnë tani shkencëtarët për Daily Mail. Dietën e plot me kolesterol. Ulluntimet e mëparshme kanë lidhur me sulmin në zemër, tensionin e lartë të gjakut, shtimin në peshë e të tjera. Është e njohur gjërësisht se kushtet të cilat dëmtojnë në zemër, në arterje dhe qarkullimin e gjakut mund të rrisin rrezikun gjithashtu edhe të problemeve të Alzheimerit. Por ulluntimet tani kanë zbuluar se konsumi i vezëve ka ndikime të mira në mbrojtjen e kolesterolit të gjakut nën kontroll dhe lehtësimin e problemeve të kujtesës suaj, citon Healthline. Studiuesit finlandez kanë analizuar dietën e 2497 njerëzve të moshës nga 42 në 60 vjeç, të cilët nuk kishin asnjë diagnozë të çrregullimeve të kujtesës. Gjatë një periudhe 22 vjeçare, tek 337 prej tyre ishte zhvilluar gjithashtu një gjendje neurologjike, shumica vuanin nga Alzheimeri. Në një studim të publikuar në American Journal of Clinical Nutrition, ata gjetën se 1/3 e tyre e gjenin gjithashtu edhe APOE4. Ky është një faktor i njohur i riskut të sëmundjeve kardiovaskulare, gjithashtu edhe riskut të problemeve të demencës. Edhe pse dihet se njerëzit me gjendjen e APOE4-s janë në risk në rritje për sëmundjet që u ceken, nuk do të thotë se ato do të zhvillohen. Ekspertët i rendisin vezët si një produkt fantastik që mund të japin shumë përfitime në shëndetin tuaj dhe të mbajnë larg këto komplikacione. Megjithatë, marrja e vezëve është shoqëruar me performancë më të mirë në testet e neuropsikologjisë në lobin frontal dhe funksione të mira ekzistuese. Gjetjet sugjerojnë se një dietë e lartë me kolesterol ose konsumi i shpeshtë i vezëve nuk e rrit riskun e çrregullimeve të kujtesës tek këta persona të cilët janë të predispozuar që të vuajnë gjithashtu nga këto probleme genetike. Vezët janë të pasura me proteinë të cilësisë së lartë, me antioksidant dhe lutein, gjithashtu edhe me nivele shumë të mira të zeakanthinës, që gjendet tek e verdha e vezës. Gjithashtu ato përmbajnë vitaminën E, vitaminën D dhe vitaminën A. Më parë ishte zbuluar se vitamina E zvogëlon riskun e sulmeve të ardhshme në zemër te njerëzit me sëmundje të saj, ndërsa luteina ndihmon gjithashtu edhe në mbrojtjen kundër këtyre problemeve, si dhe përmirëson organizmin tuaj. Ekspertët i rendisin vezët si një prej produkteve më të mira ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj. Kjo vlen pasi ulluntuesit zbuluan se konsumi 1 deri në 2 vezë të zira çdo ditë në dietën tuaj ditore mund të lidhet me përfitime mbreslënse në shëndetin e trurit dhe gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vezët t'i keni pjesë prezente të dietave tuaja dhe ndikimet pozitive të tyre në organizëm do t'jenë mbreslënse. Shtimi i vezëve të zira në dietën tuaj ditore mund të përkthehet në një mbrojtje më të mirë efektive në balancimin e shëndetit të kujtesës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vezët e zira janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Shkencëtarët amerikanë zbuluan se konsumi i vezëve të zira në menunën tuaj ditore mund të lidhet me përfitime të mira në shëndetin e trurit dhe parandalimin e komplikacioneve.
Për sa kohë ato i konsumoni në formën e tyre të zjerë, vlerat që do të merrni do të jenë fantastike. Vezët futen në listën e top 10 ushqimeve më të rëndësishme me element ushqyes për organizmin e njeriut. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore dhe do të mbajnë larg komplikacionet të shëndetit. Për sa kohë ato konsumohen brenda normës së tyre të rekomanduar, vezët do të ofrojnë nivele shumë të mira të proteinave. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë kështu shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi i njeriut. Vezët do të ofrojnë gjithashtu edhe 6 gram proteinë dhe gjysma e saj do të gjendet kryesisht edhe tek e bardha e vezëve. Vezët janë të pasura me lëndë të mira ushqyese dhe mund të ofrojnë një përfitim të mirë në mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Një vezë do të ofrojë proteinë cilësore, vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet gjithashtu konsumi i seleniumit, fosforit, vitaminës B12 dhe antioksidantëve të ndryshëm ushqyes që mund të rrisin edhe shëndetin tuaj. Shtimi i vezëve në dietën tuaj do të ulë gjithashtu nivelin e triglicerideve të këqija në organizëm. Vezët veçanërisht janë të pasura me nivele shumë të mira të yndyrnave omega-3 duke qenë se ato kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët do të ulin shfaqjen e problemeve të ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë riskun e ishemisë. Sipas studimeve të cilave u referohemi, njerëzit që hanë vezë në ditë janë 30% më pak të riskuar nga humbja e jetës në mënyrë të parakoshme krahasuar me personat që nuk i shtojnë vezët në dietën e tyre ditore. Sipas studimeve të cilave u referohemi, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë gjithashtu më pak të rrezikuar që të vuajnë nga problemet e ishemisë dhe të kenë gjithashtu një organizëm më të mirë dhe më të mbrojtur të tyre. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Personat që hanë vezë të zjera rregullisht janë më pak të rrezikuar nga problemet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme, kjo falë edhe një regjimi të mirë ushqimor, ku përfshihen edhe konsumi i vezëve. Shtimi i vezëve në dietën tuaj mund të japë rezultate të mira ngopse. Njerëzit që hanë vezë vazhdimisht në mëngjeset e tyre do të ndihen më të ngopur për më gjatë. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët që gjenden te vezët mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë gjithashtu edhe sëmundje të ndryshme. Antioksidantët e vezëve ofrojnë gjithashtu edhe yndyrna cilësore për organizmin dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të tyre. Shtimi i vezëve në dietat tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Vezët e zjera janë një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i ofroni shëndetit dhe të mbani larg problemacionet e tij. Vezët e zjera janë të mira për shëndetin e memorjes dhe janë një ndihmë fantastike kundër komplikacioneve të ndryshme. Vezët do të ofrojnë vitaminën D, e cila mirëmban kështu shëndetin tuaj të trurit dhe parandalon edhe komplikacionet e tij. Shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje mjaft të mirë fantastike në vlerat e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vezët e zjera janë të mira për organizmin sepse përllogëriten me përfitime të larta ushqyese për shkak të ndikimeve që kanë në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Shtimi i 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë do të përkthehet në një element më të mirë mbrojtës në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë një zëri se vezët e zjera janë të mira dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë pa u shqetësuar shumë për numrin e kalorive të larta. Vezët janë gjithashtu një përbërës kryesor i mëngjeseve të shëndetshme dhe si të tilla do të luajnë një rol pozitiv mbrojtës në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja vezët dhe ndikimet që do të keni në organizëm do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe jo vetëm. Vezët e zjera janë të mira dhe konsumojeni me kujdes ato në dietën tuaj ditore për të marrë të gjitha këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.